Ishin thjesht dy adoleshent që po shijonin romancën e moshës dhe askush nuk do ta mendonte që në një natë të errët të 14 qershorit të vitit 2018, një prej tyre do të kthehej në viktimë e tjetri në autor. Kjo është historia e Antonio Karafilit, 18 vjeçarit që u gjeti varur në pemë pas takimit të fundit që pati me të dashurën e tij, Casey Spailari. Takimi i tyre kishte si qëllim sqarimin, pasi Karafili ishte i bindur që Casey e tradhtonte, por siç duket atë mbrëmje mori vesh edhe emrin e tij. Bëhet fjalë për Recep Vathin, një 65 vjeçar me origjinë nga veriu i Shqipërisë, por që ishte shpërngulur në Voskopoj për të punuar. Të dy bashk, Casey Spailari dhe Recep Vathi e mbytën me çarçaf Karafilin dhe më pas inskenuan vetvrasjen, duke e varur në pemë me të njëjtin çarçaf. Mbetet e paqartë se cili prej tyre ka qenë personi që ka kryer aktin e këtij krimi pasioni. Dyshimet nisën që atë natë, nga vetë fakti që të riun e gjeti e dashura e tij, e cila ishte e para që ja dha lajmin familjes së tij. Madje të vëllait i dorëzoi varsen e tij, orën dhe celularin. Në dëshminë para hetuesve, e reja u shpreh atëherë se me Antonion atë ditë ishte takuar rreth orës 17 për të sqaruar një sherr që i dashuri i saj kishte me Xhaxhain dhe kushëririn e saj. Po ashtu pretendoi se Antonio kishte bërë skena xhelozie, duke akuzuar atë se kishte një lidhje paralele. Reja shtoi se pas debatit, rreth orës 20, ishin ndarë nga njëri tjetri, ndërsa më vonë mësoi për ngjarjen e rëndë, kur dhe njoftoi prindërit e viktimës. E ëma e Antonio Karafilit, Mimoza Karafili, nuk është bindur kurrë nga versioni i vetvrasjes dhe vazhdimisht ka kërkuar drejtësi, duke pretenduar se djali i saj ishte vrarë. Vazhdimisht ajo kërkonte rihetim dhe bërjen e një ekspertize të re, ndërsa familja e Caseyt shprehej se vajza e tyre nuk kishte lidhje me ngjarjen. Një ndër detajet që kanë ngjallur dyshime edhe për hetuesit ishte fakti se adoleshenti ishte varur në një deg pishe 1.48 metër nga toka, ndërkohë që ishte rreth 1.8 metër i gjatë. Në thonjtë të riut u gjetën edhe gjurmë rrëshire pishe, gjë që gjithashtu hidhte poshtë pistën e vetvrasjes dhe tregonte se 18 vjeçari kishte luftuar deri në momentet e fundit. Të tjera prova që ju bashkangjitën më vonë dosjes ishin edhe mesazhet e shkëmbyera mes Casey Spailarit dhe të dashurit tjetër të saj, Recep Vathi. Në biseda Recep Vathi i shpjegonte 17 vjeçares se do ta mbronte me rrëfimin e tij si dëshmitar në vendngjarje dhe se ajo duhet të bënte kujdes. Ama i kërkonte edhe një nder, t'i gjente një grua me të cilën ai të kalonte pjesën e mbetur të jetës. Vitet kaluan dhe Casey Spailari u largua drejt Kanadas, ku dhe mësohet se ka krijuar familje, ndërsa Recep Vathi, nga ana tjetër, është raportuar se në gusht të vitit 2024 ka vrarë vete. Tashmë me përfundimin e hetimeve, gjykata e Korçës caktoi masën e sigurisë, arrest me burg në mungesë, për akuzën e vrasjes me dashje në bashkëpunim për Casey Spailarin. Pritet që prokuroria e Korçës të procedojë me urdhër arresti ndërkombëtar për të ren, e cila ndodhet në Kanada, por do t'i duhet të përballet me drejtësinë në Shqipëri.